Dunjaja nuk është xhenet. Dunja s'ka rahati. Sura Falaq e Nas mas pare që ka mësoj që ka sherr. Andaj duhet me mësu sherrin. Jo me kon naiv, jo të manipuluosh, apo me mendim të mirë, jo me se njerëz nuk bojnë keq. Jo me se duhet të vëdësosh. Andaj një nga objektivat e shariatit është me e qartësu sherrin. Keni pa në Kur'an, Allahu te barek teala për të keqen flet në mënyrë të detajzuar, për të këqit flet në mënyrë të detajzuar, për planet e tyre flet në mënyrë të detajzuar, për përfundimin e tyre flet në mënyrë të detajzuar. Gjithçka është e detajzuar. Ku flet për të keqen. Është me ditë të keqen. Sherri është shumë. Po cilën sherr është me ditë? Çfarë që e rrezikon harin ton. Ti duhesh një har me siguru. Një har duhesh me siguru. Çdo sherr që e rrezikon harin ton dhe harin e fëmijëve tu dhe familjes tonë, duhesh me ditë. Ai të ndrozur, ai dim na kret smujet në Afrikë që nuk i dim se ka shumë. Po janë vdekje prurse, po janë të na. Nuk e rrezikojnë shëndetin tonë. E ato që e rrezikojnë shëndetin i dim. Spaku kur prekemi i dim. Tani e dim që është mi trajtuar, i kuptojmë ka çdo medikamente që duhet mi përdore, madje ka do smune që nuk shkojmë te mjekoj që e kena mësuar përmesh, shkojmë vetë i marrë medikamente, pse e kena mësuar këtë smuje dhe e trajtojmë veten për me rikthy shëndetin vet. Andaj s'po thami mësu sherrat e dunjos, se ka shumë. Mësoj sherrat e vendit ton, sherrat që kanë në vendin ton, sherrat që e kanë ndërthuar shtëpinë tonë, sherrat që e kanë rrugë zemrën tonë, që ato sherra i dinti. Të këqijat, krizat e caktuara që kanë kapluar nga gjitha anët, ai din për më mbrojt. Në surja Falaq e Nas të vetëdijson se ka sherr, ka të këqija, ka njerëz të ligj, ka njerëz këqij, kujdes me kanë po flet, me kanë po rrin, kujt pi beson, kujdes kujt pi beson fëmijët e tu, me kanë po rrin, kujdes.